Një vrasje e guximshme jashtë aeroportit kryesor të Shqipërisë muajin e kaluar ka shtuar frikën se aleati i NATO-s po zhytet më thellë në sundimin e krimit të organizuar, me udhëheqësit e opozitës që paralajmërojnë se vendi është në prag të shndërrimit si narkoshteti i parë i vërtet në Europë. Gilman Dodani, një udhëheqës në rrjetin kriminal Shullazi, u vra në një breshëri të shtonash në mes të ditës, ndërsa kthehej në Shqipëri nga Spanja më 11 nëntor. Në një video të incidentit, një skuadër ekzekutimi del nga një automjet i parkuar për t'i zëmpritur automjetit luksoz të Danit. Pasi konfirmojnë se objektivi i tyre ka mbetur i vdekur, autorët ikin nga vendi i ngjarjes. Kritikët thonë se skena të tilla të zymta dhe alarmuese po bëhen të zakonshme në Shqipëri. Rrjeti kriminal i Shullazit është i përfshirë në disa aktivitete, përfshirë tregtinë e drogës. Udhëheqësit e opozitës dhe ekspertët ndërkombëtar kundër narkotikëve paralajmërojnë se vendi është bërë një qendër ballkanike për kartelet e drogës nga Amerika Latine dhe një qendër thelbësore e tregtisë europiane të marijuanës. Degët shqiptare të karteleve narkoterroriste të Amerikës së Jugut janë aktualisht transportuesit kryesor të kësaj droge nga Amerika e Jugut në Europë dhe ato kontrollojnë çmimin e saj në Europë dhe vazhdojnë të forcojnë ndikimin e tyre edhe në tregun e shubahave, tha ish kryeministri Sali Berisha për The Washington Times. Berisha dhe anëtar të tjerë të Partisë Demokratike të Qendrës së Djathtë i kanë bërë thirrje presidentit të SBA-s Donald Trump që zyrtarisht të përcaktojë kartelet shqiptare të drogës si organizata narkoterroriste. Berisha tha se qeveria amerikane nën presidentin Biden mbylli syt ndaj tregtisë narkotikëve që lulëzoi. Sekretari i atëhershëm i shtetit i zotit Biden, Antony Blinken, i bëri nderime zotit Rama, të cilin e përshkroi në konferencën për shtyp si një partner të jashtëzakonshëm për SBA-t gjatë një vizite në vend më 15 shkurt 2024 për rolin e tij në mbështetjen e përpjekjeve të SBA-ve në lidhje me refugjatët afgan dhe me Ukrainën. Unioni Ndërkombëtar Demokrat, një federatë e partive të Qendrës së Djathtë dhe partive kristian demokrate, miratoi një rezolut këtë muaj duke akuzuar Partinë Socialiste në pushtet të Shqipërisë për lejimin e infiltrimit kriminal të kontratave publike, ndërtimit dhe turizmit. Vet Berisha u sankcionua nga administrata Biden për korrupsion në vitin 2021 dhe ju ndalua hyrja në Shtetet e Bashkuara, një përcaktim që ai e kundërshton si të motivuar politikisht. Si korrupsioni ashtu edhe krimi i organizuar kanë qenë prej kohësh një problem në Shqipëri, që nga rënia anarkike e komunizmit në vitet 90. Në dekadën e fundit, rrjetet kriminale shqiptare kanë zgjeruar lidhjet e tyre me organizatat kriminale në Itali, si Ndrangheta Kalabri dhe Camorra Napoli, si edhe grupe më të reja në Amerikën Latine. Këto lidhje kanë nxitur një val të re dhune në të gjithë Europën, me jehon të dhunës së drogës në Amerikën Latine. Më 29 shtator në Bruksel, mira udhëtar kaluan pranë trupit të një trafikanti shqiptar të dyshuar për drogë. Trupi mbeti i varur për orë të tëra. Vrasja e parë e këtij lloji në Belgjik, por është një taktike e zakonshme e karteleve meksikane të drogës për të siguruar që vrasjet e tyre shërbejnë si paralajmërime për të tjerët. Provat e lulëzimit të tregtisë së drogës në Shqipëri mund të gjenden në një vend të papritur në horizontin në ngritje të qytetit. Tirana në fillim të viteve 90 kishte vetëm një grusht semaforësh. Sot ajo po përjeton një bum dramatik ndërtimesh. Vitin e kaluar, ndërtimi përbënte 14.4% të prodhimit të përgjithshëm ekonomik të Shqipërisë në vitin 2024 sipas Eurostat. Një shifër më e lartë se ajo e çdo vendi tjetër në Europë. Qeveria miratoi së fundmi 16 ndërtesa të reja shumëkatëshe në Tiranë, njëra prej të cilave nëse ndërtohet do të ketë pamje nga ambasada e SBA-ve. Sipas mbikëqyrësve ndërkombëtar kundër krimit, një pjesë e konsiderueshme e rritjes së ndërtimit në Tiranë, veçanërisht projektet që te i kalojnë 10 kate, besohet se mbështetet nga sindikatat kriminale që përdorin fitimet e palishme të drogës për të pastruar para, shkroi Tirana Times këtë vit. Diku tjetër, 1/3 e popullsisë jeton në kufirin e varfërisë dhe më shumë se 1 milion shqiptar janë larguar nga vendi që nga rënia e komunizmit në vitin 91. Trafikantët shqiptar kanë shfrytzuar sistemin tradicional Havala, i cili lejon transferimin e shpejtë të shumave të mëdha të kapitalit. Rama ka njoftuar një sër masash të reja që synojnë frenimin e tregtisë gjithnjë më të paturpshme të narkotikëve në Shqipëri, një betejë që ka përcaktuar pjesën më të madhe të trazirave të fundit politike të vendit. Kryeministri ka nisur fushata policore kundër drogës, duke përfshirë një bastisje dramatike në vitin 2014 në qendrën e kultivimit kanabisit në Lazarat, e cila tërhoqi vëmendjen e medias ndërkombëtare kur u shndërrua në një betejë të ashpër. Megjithatë, pavarësisht këtyre përpjekjeve, industria e palishme jo vetëm që ka mbietuar, por ka evoluar. Legalizimi i marijuanës për përdorim mjekësor në vitin 2023 ka nxitur një rritje të re të tregtisë së drogës. Sindikatat shqiptare kanë zhvilluar teknika diskrete të kultivimit dhe ndikimi i tyre arrin për te Ballkanit. Deri në Skoci, fermerët shqiptar të marijuanës thuhet se janë kontrabanduar me anije të vogla për të bërë jetë palishme. Qeveria e Ramës ka kthyer pjesën më të madhe të gjyqësorit kundër kundërshtarëve politik në vend që
që të luftojë krimin, pretendojnë udhëheqësit e opozitës. Ata tregojnë për ndalimin 1 vjeçar të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Ndalimi i tij pa akuza në kohë ka ngjallur shqetësim në të gjithë BE-n për sundimin e ligjit dhe pavarësinë gjyqësore të Shqipërisë, duke ngritur pyetje në lidhje me drejtësinë procedurale. Kritikët e shohin ndjekjen penale dhe trajtimin gjyqësor si simptomatike të dobësive më të gjëra institucionale, ku përpjekjet kundër korrupsionit rrezikojnë të përdoren si armë për qëllime politike në vend që të forcojnë qeverisjen. Në vitin 2017, dërsa shërbeja si ministri i Brendshëm, u informova për një listë prej 126 oficerësh të lartë të policisë së shtetit, të cilët ishin denoncuar në prokurorinë e krimeve të rënda si të përfshirë në bandat e drogës, tha ish ministri i Brendshëm Dritan Demira, i cili tani jeton në SHBA. Në të ashtu quajturat narkoshtete, kalbja institucionale i zbekufit midis qeverisë, forcave të sigurisë dhe organizatave kriminale. Sistemi i drejtësisë gjithashtu shpërbëhet. Modele të tilla janë parë më parë në Kolumbi ose Afganistan. Nëse përfaqësuesit e zgjedhur të një shteti antar të NATO-s janë të përfshirë në krimin e organizuar, tha Demiraj, NATO përballet me sfida reale dhe urgjente të sigurisë. Një vend i tillë mund bëhet një lidhje e dobët në aleancë, gjë që Rusia, Kina ose Irani mund ta shfrytëzojnë për ta destabilizuar atë nga brenda.